Profeti sallallahu alaihi wasallam momentin e vdekjes ju drejtu umetit vet me këto fjalë. E transmeton Aisha radiallahu anhu. Fjala e parë e tij ishte itam bisalam. Kujdesu për namazin tënd, kujdesu për raportet bashkëshortore, kujdesu për raportet vëllazërore, kujdesu për raportet miqësore. Na tash do të flasim me vetveten se sa jemi duke u kujdes për namazin ton, sa i kemi raportet e mira me bashkëshorte, me miqësi, me kojshi, me vllazëri, vllazëri të nderuar, që të jemi së bashku në xhenet. Kujdesimi për namazin tuaj, që raportet çdo herë të jenë të mira, edhe me bashkëshorte, edhe me miqësi, edhe me vëllezër, edhe me kujshi. Allah ju nderon, Allah na ka dhënë. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس